Mbrëm në Tetov dhe Gostivar, zyrtarët e stacionit të policisë për siguri rrugore në Tetov dhe drejtorisë së punëve të brendshme Gostivar arrestuan personat SHB 38 vjeçar nga Tetova, BD 23 vjeçar dhe MI 25 vjeçar nga Gostivari. Gjatë kontrollit të trafikut në rrugën Blagoja Toska në Tetov, pas ndërmarrjes së masave dhe aktiviteteve, zyrtarët e policisë përcaktuan se SHB po drejtonte automjetin Golf me targa të Tetovës në ndikimin e alkoolit. Përkatësisht niveli i alkoolit në gjak i është matur 2.03 promil. Në bulevardin Goce Delçev në Gostivar, zyrtarët e policisë përcaktuan se BD 23 vjeçar nga Gostivari po drejtonte një automjet pasagjerësh Renault me targa të Gostivarit me nivel alkooli në gjak prej 1.70 promil. Ndërsa po ashtu në bulevardin Goce Delçev në Gostivar, oficerët e policisë nga drejtoria e punëve të brendshme të Gostivarit përcaktuan se MI 25 vjeçar nga Gostivari po drejtonte një automjet pasagjerësh BMW me targa të Tetovës me nivel alkooli në gjak prej 2.17 promil. Pas dokumentimit të plot rasteve kundër të treve do të ngrihen akuza sipas neni 297 A të kodit penal, drejtimi pa kujdesshëm i automjetit.